Imagjino se si mos të tërhiqen pjesa e kastës mediatike, politike, juridike, të cilët kanë zhvatur gjatë kohës. Janë të krellur në pasuri dhe janë plotësisht të shantazhueshëm. Një kastë të tillë totale, qoftë akademike, qoftë politike, qoftë juridike, ata të juristët, qoftë të gjitha drejtimet, një kastë të tillë që është kaq shumë e shantazhueshme, kjo është arsyeja sepse ne jemi në këtë gjendje, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin social. Domethënë, qoftë si njeri, qoftë si shoqëri, që të themi shqip të dyja, ose të përdorim fjalët e huaja. Prandaj jemi, sepse kemi një kastë që ka bërë namin e zi në 35 vjet. Kanë bërë namin e zi dhe kushdo që t'ju thotë diçka, atyre ka mundësi t'ju ambyll gojë. Siç u ambylli ambasadori amerikan kur i vuri 140 deputetë t'i bien vetes duke i vënë që të votojnë reformën në drejtësi dhe njeri prej tyre e ka votuar me duart e lidhura. Nga burgu ka votuar. Pse? Me një fjalë. Sa Amerika i din të gjitha gjuhët, prandaj është shtet i madh. Si ju tha, juve jeni njeri, ndoshta se mbani mend 2016 si tha. Ne tha, nuk detyrojmë njeri të votojë. Ne bëjmë disa oferta të pakundërshtueshme. Ofertat pakundërshtueshme, zonja dhe zotrinj, bën vetëm mafia. Po Amerika, kur është fjala për mafiozët, është mjeshtre dhe din ti bëj mafiozët të ulin kokën. Dhe i bëri të ulin kokën, sepse ju tha, në qoftë se ju gaboni dhe kundërshtoni reformën në drejtësi, unë për ju di gjëra që ju hedh në erë të gjithëve, dhe i vuri atje, këtë kastën që po them unë, të korruptuar, të degraduar, të kalbur, që kanë menduar vetë për vete dhe as pak për popullin, i vuri atje të votojnë njeri pas tjetrit. Ja, kjo është kur nuk ke një elit në ballë, atëherë shteti del piramidë, siç ka dalë. Dhe vjen këtu një Fredi Beleri në mes të sheshit, me dosjen e dorë, që nuk din, unë di njoh gjuhën letrare greke më mirë se unë e kam të mbrojtur. Edhe gjuhën e vjetër greke, deri diku, kam leximet në antikitetin grek. Vjen me dosje në mes të Tiranës, e shikoj unë kur doli atë ditë, që qellova me kozë dhe me vezë, dhe prapë do t'i hedh, në dosje, Fredi Beleri kishte dosje në nësjetull. Po jeni në Terezi, po ku kemi arritur, po ku shkon kjo botë, më mirë thonë ata në Portogal, në ato shfaqjet e estradës. Fredi Beleri me dosje, hajde me një hekur, atje me qelës poligona, po me një qelës angleza, diçka, si hidraulik, hajde në rregull. Edhe pa qelësa, me një qese me një çantë, normalisht, po jo me dosje, eurodeputet. Ja, pra vjen, se këta në përplasje me njëri tjetërin, i krijojnë mundësi kujtdo, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm, që të vi këtu dhe të bëhet pasha, aga siç kanë bërë gjithmonë. Kështu më duket mua. Prandaj, them unë që prandaj kemi humbur shpresën e para punës sepse nuk bëjmë asgjë për vete, se s'na lan. Se kur nuk të lënë të bësh qarkullim, ata brenda partive nuk lejojnë qarkullim. Po përderisa nuk lejojnë qarkullim ata brenda partive, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe zgjedhjet e vetët, ajo është qarkullimi, është zonja dhe zotrinj, është diçka që vjen nga lart. Nuk vjen qarkullimi nga poshtë. E kanë provoni në kohën e Partisë Punës me çap broçkulla kot me kot dhe s'bëhet asgjë. Ajo piramida ishte në blok. Dhe vinin atje ata që ishin atje, e shkarkonin normistin, e shkarkonin sekretarin në kooperativë apo në ndërmarrje, dhe e vinte këtu në Tiranë, traka rregullonte, e kishin shkarkuar nga sekretari, bënin kryetar. Ju mbushet mendja. Pra, të gjitha këto vinë nga lart. Përderisa atje nuk ka qarkullim, nuk ka meritokraci në parti, po vën kryetari ata që don, ata që i servilosen, merr edhe 1-2-3 veta kështu për tallava, si Vrenozin e ca të tjerë, ashtu dhe, edhe mbyllet dhe tjetri tani shkon dhe në parlament dhe bën atë fjalin e grinjës si në Big Brother, Big Brother është ajo, edhe thot ai riu që si të futem unë në politikë, thot, ai të shan nënën, baban, motrën, vëllan, gruan, të gjithë, ai të sulmon fizikisht, ai të zën thot podiumin dhe se le të flasësh kur ti ke diçka për të folur për vendin tënd. Edhe detyrohet tani, tërhiqen rinia, të zgënjur nga njëri me të pashëm, nga breza që erdhën, humbi gjyshi, u do gjyshi, u do babaj, do digjet edhe ky,
Ishtë gënjur nga realiteti që shikon në parlament që duhet të jetë tempulli i diskutimit, tempulli i meritave, dhe është bërë, të mos ta them si është bërë, që nuk është për të futur, nuk të vjet ta dëgjosh. Me njëherë, ata heqin, sa po të dali diskur njëri nga këta, që i kanë parë për 35 vjetë që duke bërë pasuri për vetë dhe asgjë për Shqipërinë, në punë e parë, i bëjnë ose në telefon, ose në televizor, i shtypin butonin edhe e kalin në stacion tjetër për të parë diçka, Tallava, Big Brother, për pufe, gjërat e tilla. Janë arsyet e shumta, po disa nga arsyet më duket se janë këto. Zotin Elaj, si lindi ideja për të protestuar në mënyrën tuaj të veçantë? Po i kishin provuar mënyrat të tjera, dhe nuk quhet protesta jo. Një protestë që nuk nisë, shiko se është puna, e pare punës, ai që po protesta është diçka e vështirë. Ai që bën protestë kërkon liri, dhe liria është jashtë zakonisht, jo të gjithë e duan liri. Shumë veta u alen të tjerëve për ta menaxhuar lirinë e tyre. Edhe këta që shikoni ju militantët, këta zyrtarët, pushtetarët, e dorës së dytë dhe të tretë, e kanë të vështirë ta menaxhojnë lirinë e tyre dhe ja lën ta menaxhojnë kryetari, sekretari, dikush tjetër. Ka edhe njerëz ama që janë si të them rebelde, se unë nuk mund të them që jam disident. Ja t'ju jap një shembull. Disident është i Psenelezi për shembull. Pse? Sepse ai ka një parim. Parimi i tij nuk është si imi, që të dalësh atje dhe të protestosh për atë gjë që të dhen. Ai ka një parim tjetër, një mënyrë tjetër i Pseni, që unë e kam mikë, dhe shkoj mirë me te. I Pseni thotë, me mirë 10 vjet dhe i organizuar, se sa 100 vjet po i pa organizuar. Dhe më thënë, ky është disidenti, që e do në organizim, që pranon disa, po jo gjithçka. Kurse unë jam në kuptimin rebel, unë kur kam vepruar, e kur kam bërë diçka si punë proteste në kohën e Enverit, unë këta tani do ishte e pamundur, por i pash i kam pritur ama, i kam pritur 30 vjet që të bëjnë diçka, afër 30 vjet, 20 vjet që të bëjnë diçka që ka kuptim. Mirë pa jo, njerëzit që dalin në protestë, si ordiner, duke thënë, në radhë të parë ata thonë, po unë çfitoj. Përderisa në protestë e dal si mercenar, asgjë s'do fitosh. As ti, se atë që do fitosh pak më shumë se një fesmill është, dhe shoqëria nuk do fitoj gjë nga protesta jote. Ai njeri që del atje me shprehjen e një ordiner, i cili përsëris thotë, mirë po protestoj, po unë çfitoj, dhe nuk e kupton që ai do fitoj me anën e ndryshimeve që vinë në shoqëri, ai ka dalë kot aty. Unë këtë e ngjej dhe e kam kuptuar. Po nga ana tjetër, unë lirinë time nuk dua qoftë sa do i vogël që t'jem, i varfër që t'jem, halëgjit që t'jem, prap se prap atem lirinë time dua të menaxhoj vetë. Nuk kam frikë të menaxhoj lirinë time, sa do që vuaj.